Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse keni aloe vera në shtëpi, kurrë nuk do të vuani nga këto sëmundje. Një prej përdorimeve më të fuqishme të aloe verës është vaji i saj esencial me veti të shkëlqyera për organizmin. Gjethet e kësaj bime dhe gjeli në veçanti ofrojnë pjesën madhore të gjitha vlerave ushqyese. Këto dy pjesë të bimës përdoren zakonisht për përgatitjen e këtij vaji. Në kohët e lashta vlerësohej shumë kjo bimë dhe përdorej si një kurrë kundër infeksioneve, acarimeve në lëkurë, djegjeve e të tjerë. Ata e quanin aloe verën bima e përjetësisë. Ne ju këshillojmë të dëgjoni këtë video të përgatitur me shumë detaje mbi vlerat e vajit esencial të aloe verës dhe si ta përgatisni atë. Vaji i aloe verës përmban shumë antioksidant, vitamina C, E, B, alatoin, protein, minerale, polisakaride, enzima, aminoacide dhe gjithashtu beta-karoten. Shëndeti i stomakut. Vaji i aloe verës ka shumë avantazhe kundër inflamacionit. Ai ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat që të mbrojnë sistemin tuaj tretës. Ky vaj është me të vërtetë i dobishëm për të trajtuar sindromën e zorrës së irrituar, konstipacionin dhe refluksin acid. Kundër shenjave të lëkurës, ky vaj e përshpejton procesin e shërimit të lëkurës dhe njëkohësisht parandalon edhe formimin e eshtrave. Vaji i aloe verës gjithashtu mundet që të shërojë zgjerimin e kapilarëve, duke mbajtur lëkurën tuaj të bukur dhe të shëndetshme. Sistemi imunitar. Vaji i aloe verës përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelet e glukozës në gjak dhe diabetin. Ai gjithashtu mundet që të kurojë njëkohësisht azmën dhe osteoartritin duke forcuar sistemin tuaj imunitar dhe në të njëjtën kohë duke luftuar infeksionet. Ky lloj vaji gjithashtu arrin që të luftojë të gjitha bakteret, mykun, virozat dhe inflamacionet. Deodorant natyral. Vaji i aloe verës ka një aromë shumë të mirë, ndaj ju mundet ta përdorni si një deodorant natyral për të larguar aromat e pakëndshme të trupit dhe për më tepër ky vaj përmban nën kontroll problemet me djersitjen. Atë ju mundet që ta aplikoni si vaj duke lyer zonat të cilat djersisin më shumë ose ta përdorni atë si një spërkatës për të njëjtat arsye. Shëndeti i lëkurës dhe i flokëve. Vaji i aloe verës përdoret si një kurrë natyrale kundër akneve. Ai gjithashtu e zbut lëkurën tuaj dhe e mbron kundër infeksioneve. Vajin e aloe verës ju mundet ta përdorni rregullisht edhe në flok për të parandaluar rënjen e tyre. Si të përgatisni vajin e aloe verës në shtëpi. Në këtë video ju do të mësoni disa këshilla shumë interesante për përgatitjen e vajit esencial të aloe verës. Ju nevojiten gjysmë gote me gjel aloe vera direkt nga gjethet ose nga ndonjë dyqan i specializuar, gjysmë gote me vaj arr kokosi që gjendet në çdo farmaci ose vaj ulliri të pastër dhe 2 deri në 3 pika të vajit të bajames të cilët i gjeni lehtë në farmaci dhe një enë e posaçme. Përzieni gjelin e aloe verës bashkë me vajin e arrës së kokosit ose të ullirit në një enë në masën 1:1. Shtoni 2 deri në 3 pika të vajit të bajames dhe përzieni mirë. Ngroheni lëngun në një tenxhere në zjarr të ngadalt
për 10 minuta. Lëreni vajin që të ftohet. Më pas mund ta përdorni. Fërkoni trupin, krahët, këmbët, kraharorin, jo vetëm për të zbutur lëkurën, por edhe për të qetësuar muskujt. Vajin ju mundet që ta ruani në një vend të thatë për 3 javë. Mund ta mbani dhe në frigorifer për të mbrojtur vlerat. Kini kujdes të mos e teproni me përdorimin e këtij vaji, sepse mundet që të shkaktojë alergji tek disa njerëz. Nëse dëshironi të shikoni në qoftë se jeni alergjik ndaj këtij vaji, mundet që të bëni një test në trup duke hedhur një pikë në një zonë të lëkurës. Të gjithë e kemi provuar çlirimin që ndjejmë pasi përdorim aloe vera pas një dite në plazh. Ndjesia është kaq relaksuese, e butë dhe me aromë të mirë, saqë nuk do të donim asgjë tjetër. Përveç faktit që na bën të ndihemi mirë, ajo ka edhe lëndë ushqyese shumë të nevojshme për trupin dhe për lëkurën tonë. Këto janë arsyet se pse ju duhet që të përdorni aloe vera. Aloe vera është e pasur me vitamina. Ajo përmban polisakaride që janë shumë hidratuese, antiinflamatore dhe njëkohësisht lejojnë aloe verën të jap një pengesë mbrojtëse në lëkurë. Gjeli aloe verës ka komponime bioaktive në bimë të cilat janë të pasura me vitamina A, B, C, D dhe E, si edhe minerale si magnez, kalium dhe zink. Të gjitha këto japin vetit shëruese kësaj bime. Aloe vera njëkohësisht është ideale për djegjet nga dielli. Gjeli aloe verës përmban vetit ftohëse që mund të jenë qetësuese për lëkurën që është ekspozuar ndaj diellit për një periudhë të gjatë kohore. Në përgjithësi, aloe vera mund të përdoret për të zvogëluar acarimin e lëkurës dhe inflamacione si puçra dhe ekzema. Aloe vera është perfekte për kujdesin ndaj fytyrës. Merrni një bimë aloe në shtëpi dhe mundësitë do të jenë të pafundme. Mund ta përdorni atë si pastrues, mask për fytyrën e të tjerë. Aloe vera është aq e lehtë për të përdorur si një serum, me që aloe vera ka një përmbajtje të lartë të ujit, do të ishte ideale për të përdorur si serum. Aplikojeni ato në fytyrë pas pastrimit dhe pastaj lyeni fytyrën me një hidratues. Aloe vera është efektive për shërimin e një shenje të vjetër. Ju mund të përdorni aloe vera të freskët në zonën e thatë për të ndihmuar qelizat të rigjenerohen. Lehtëson kruarjet e lëkurës së kokës. Dermatiti seboreik është një term klinik për zbokthin. Aloe vera mund të ndihmojë në lehtësimin e inflamacionit të shkaktuar nga zbokthi. Përzini 2 lugë gjel me aloe vera me 1 lugë mjalt. Shtoni 1 lugë uthull molle. Lëreni atë në flokët tuaj për rreth 1 orë dhe më pas shpëlani kokën. Këshillohet përdorim afatgjat. Aloe vera pastron efektivisht rrënjët e flokëve duke hequr mirë yndyrën e tepërt dhe papastërtitë. Ajo nuk i dëmton flokët gjatë pastrimit. Aloe vera është një mënyrë e shkëlqyer për të pasur flokë të shëndetshëm, të shndritshëm dhe më të butë. Aloe vera gjithashtu i bën flokët tuaj më me volum dhe më me shumë shkëlqim. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe
pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.